Rreth 100 fidan bliri do i shtohen rrugëve të fshatit Pojan në Bashkinë e Maliqit. Iniciativa është ndërmarrë nga Njësia Administrative në bashkëpunim me Bashkinë Maliq, e cila ka sjellë fidanët për t'u mbjellë në disa rrugë të këtij fshati, në mënyrë që të rriten sipërfaqet e gjelbëruara, por edhe vetë banorët të kultivojnë edhe më tej dashurim për mjedisin. Sot punonjës të Njësisë Administrative, por edhe nxënës të shkollës së mesme të bashkuar të Pojanit, kanë mbjellë rreth 30 fidan bliri në rrugën Rilindja të këtij fshati. Ne kemi marrë këtë aksion për të mbjellë pemë, kemi këtë rrugën e Rilindjes, dhe me qenë se kish nevojë për të mbjellë pemë, dhe në sajtë të kryetarit të bashkisë që na kanë mbështetur gjithmonë me fidana dhe me nuk u i thot asnjëherë zemra që s'kam, plus kësaj rruge ne kemi edhe 2 rrugë të tjera që do t'i në vazhdim t'i mbarojmë tëra që fshati të marrë sa më shumë gjelbërim. Mbjellje do të vijojnë edhe në 2 rrugë të tjera të fshatit Pojan, një iniciativë kjo e ndërmarrë në kuadër të vitit të pyjeve.